Prefekti i Qarkut Dibër Nexhbedin Shehu ka mbledhur këtë të marrë drejtuesit e institucioneve qendrore në nivel vendor në analizën e përmuajshme që zhvillon ky institucion. Prefekti Shehu tha se këto mbledhje kanë si qëllim evidentimin e problematikave të ndryshme dhe marrjen e masave për zgjidhjen e tyre. Ai shtoi gjithashtu se në periudhën në vijim drejtuesit e këtyre institucioneve do të bëjnë të mundur zgjidhjen e problematikave që kanë dalë në pa gjatë këtij muaji. Ju edhe siç e dëgjuar patë problematika të ndryshme sipas sektorëve, dhamë porosin për muajin e ardhshëm, veçanërisht për disa sensibiliteti që ka tetori, kemi muajin e rozë, ku kërkojmë sensibilizojmë gratë dhe vajzat për të bërë devistim për rastet e kancerit të gjirit. Kemi muajin antitrafik tetorin, e kemi si muaj të shënuar, edhe kërkojmë mobilizim të drejtorive përkatëse për të qenë të efikas në këtë drejtim. Po kështu tetori, bashkitë organizojnë një sër aktivitetesh, si festa të vjelash, aktivitete kulturore, edhe koordinojmë këtu për të qenë të efektshëm. Po ashtu në këtë mbledhje u bë publik një tjetër rasti të infektuar me brucelozë, si dhe një tjetër rasti në Maqellar ku një fëmijë ka rezultuar infektuar me salmonelë. Është një rast me brucelozë i shënuar në fshatin Pllishë, një person. Drejtoria e shërbimit njësia vendore kujdesimi shëndetësor dhe shërbimi veterinar po bëjnë hetim në këtë drejtim për të parë, për shku tek origjina, janë bakti delet e personi, femerja apo diku tjetër, edhe shumë shpejt do kemi rezultat. Një rast është një fëmijë me salmonelë, po hetohet dhe këtu nga se ka ardhur rasti i infeksionit me salmonelë. Për të dyja këto raste, prefekti Shehu tha se janë dhënë porosi që të ndiqen nga organet kompetente.